Pavarësisht sulmit ndaj 3 impianteve më të rëndësishme bërthamore të Iranit, Shtetet e Bashkuara theksojnë se nuk janë në luftë me vetë Teheranin, por me programin e tij bërthamor. Sekretari i Shtetit Amerikan Marco Rubio paralajmëroi se çdo tentativë hakmarrje nga ana e Iranit do të ishte një gabim fatal për regjimin. Ai nënvizoi se Shtetet e Bashkuara janë ende të hapura për dialog diplomatik dhe nuk kanë për qëllim ndryshimin e regjimit në Teheran. E në intervistë zëvendës presidenti Vance përsëriti të njëjtën linjë: "Ne nuk jemi në luftë me Iranin, por me ambicjet e tij bërthamore", duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se tashmë e kanë shkaktruar thelbin e këtij programi. Vance mbrojti presidentin Trump nga kritikat që lidhen me operacionin ushtarak, i cili ka përshkallëzuar tensionet në rajon duke hedhur poshtë akuzat se ai ka vepruar jashtë kompetencave të tij kushtetuese. Ai u përgjigj në mënyrë të tërthort kreut të demokratëve të Kongresit, Hakeem Jeffries, i cili kishte ngritur shqetësimin për legitimitetin e operacionit. Në fund, Vance theksoi se SBA do të bashkëpunojë ngushtësisht me aleatët për të çmontuar përfundimisht kapacitetet bërthamore të Iranit.